Një e mitur e moshës 17 vjeçare ka konsumuar fotoksine, si pasojë ka ndëruar jetë. Ngjarja ka ndodhur në Divjak, teksa rrethanat që kanë detyruar adoleshenten të ndërmarrë një veprim të tillë janë të paqarta, por burime bëjnë me dije se familja donte ta fejonte pa dëshirën e saj 17 vjeçaren. Vajza kishte dëshirë të vazhdonte shkollën, por duke qenë se familja kishte plane të tjera për të ardhmen e saj, ajo ka vrarë veten duke pirë fotoksin. Njoftimi i policisë. Specialistët e Komisariatit të Policisë Divjak referuan materialet në prokurori për vlerësim pasi një shtetase 17 vjeçe, banuese në Divjak, dyshohet se ka konsumuar fotoksin dhe përpasoj ka ndëruar jetë. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.